Gjatë që nolli atje është çdo gjë antisportive për sa i përket organizimit që bën federata për sa i përket kësaj disiplinë. Disa të vërteta nuk mundem ndaj po i thonë, pavarësisht se unë pretendoj dhe ne si edhe drejtuesat e tjerë presim që me dalë edhe një raport, presim edhe që Komisioni i Disiplinës mu shpreh për çka ka ndodhur atje. Por disa vërteta duhet mi thonë. Atëherë, për ata persona që njohin futbollin, futbolli është ndame në dy pjesë me 20 minuta dhe futboll u lë deri në minutën e 17, pak a shumë 17 e pak sekonda të pjesë dytë. Atëherë kur rezultati ishte shkoi 5-4. Që do të thotë ne ishim në hupje 5-2. Ekipi reagoi, kishte edhe 6 minuta lojë. Për rreth 4 minuta, 3 minuta sa shënoi dy gole dhe shkuam me 5-4. Në momentin që shkuam me 5-4, nuk është diçka që ne shoh ndërprej, por di që një sportist kur është në këtë pikë, ku ashtullon maksimumin për me rikuperu rezultatin dhe ndërprej të ndeshja dhe fillon mas 20 minutash, mas me thoni gjysore. Arsyeja pse u ndërprej? Arsyeja u ndërprej sepse atëherë të shërojmë diçka, ekipi i Vllaznis nuk u nih kërcënum direkt nga askush nga stafi drejtues i Vlorës, por edhe nga tifozët paraqyjmë. Por ka diçka me thonë. Në qoftë se ne shkojmë me bën një ndeshje, organizojmë shkojmë me bën një ndeshje. Dhe janë 10-11 djem aty ku mosha mesatare e tyne ta kapin përgjithsisht i kalon të 30 të paraqyjmë kështu. Dhe shohin që e ka emrin gjyqtari. Dhe ai është me vu drejtësi atë. Në qoftë se lojtarët shohin që gjyqtari po kërcënohet, jo po kuptojnë, po shohin, po nin që kërcënohet, atëherë automatikisht pse nuk duhet mundi edhe lojtari kërcënuar. Fillon bë me 5-3, bë me 5-4, kishin pretendimin e tyre në Vlorë për 5-4 që ishte gol i pa rregullt. Dhe Albana ishte mojti një qëllim komplet të dy gjyqtarë një qëllim këtë korrekt. Por thash edhe herë, aty hynin tifoza ose më mirë me thonë hynin persona të pa autorizuar që ashtu si më thonë ne jemi duke bërë një emision tash këtu, njohim një tjetrin dhe hapet e dera dhe vjen dikush na kërkon llogari neve këtu se pse jena këtu. Kja është me ta bëj përshkrim. Ne shoh ndërprej unë du më kthy më mirë te pjesa jo organizimit te pjesa futbollit. Mu m'vjen keq diçka sepse djem që unë i përgëzoj jashtë masat, reagunen, ishte një ndeshje, një super ndeshje deri në atë moment. Ishim 5-2, kërkush nuk besote, të gjithë kishin bërë të mbyllur ndeshjen, ne reaguam bë me 5-4 dhe kishte edhe 2 minuta e 20 e sa sekonda. Në futsal bën për 2 minuta Kthehet rezultati. Dhe ne ishim aty. Unë jam pak sa emocionuar, jo me fol, po për atë që jam të përjetuar me mendjen time në atë moment. Kishin ardhur dhe më vjen keq dhe kërkoj të falën edhe për ata persona që kishin ardhur nga Shkodra me paneshën atje. Udhëi urdhën me dal tifozat jashtë, pa të kapur asnjë tifozat. Dalin jashtë, tifozat nga jashtë, u nitën mos te si thonë, te lozhja. Te lozha po. Po nuk ishte ajo që na shqetësonte neve. Ishte ajo që pamën që na shqetësoi. Shive, arbitri u ka fshuar në qaf. Pa lënë tjerët sepse kanë me dalë nëpër media sapo dalin raporti, pa lënë tjerët se prap ka tjerë.